Pavarësisht se kanë mbetur edhe 4 ditë për të mbyllur 3 mujori i parë i këtij viti, rrjeti i muzeumeve të Shkodrës ka shënuar një bilanc pozitiv me rritje të numrit të vizitorëve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Muzeu Historik, Muzeu i Kalas Rozafa dhe Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës janë vizituar nga rreth 4200 vizitorë, bën të ditur Sokol Haliti, përgjegjës i rrjetit të muzeumeve në varësi të Bashkisë Shkodër. 3 mujori i parë është drejt përfundimit dhe në raport me numrin e vizitorëve që kanë shprehur dëshirën, interesin për të vizituar, si të thuaç, sistemin e muzeumeve të Bashkisë Shkodrës, në raport me 3 mujorin e vitit kaluar, i cili ka përfaqësuar një kulm, si të thuaç, për vizitueshmërinë e institucioneve tona. Ne këtë 3 mujor po e përfundojmë me një rezultat edhe më pozitiv se 3 mujor i vitit kaluar, me rreth 4200 vizitorë në të gjitha koleksionet e muzeumeve të bashkisë tonë, i cili përfaqëson një numër rreth 5% më të madh se sa 3 mujor i vitit kaluar, të cili, siç e thash, ka përfaqësuar një kulm për vizitueshmërinë dhe interesin e shprehur. Vizitorët përgjithsisht kanë trendin e tyre, edhe këtë vit edhe si vitin e kaluar, kompanitë turistike që operojnë me paketat që ofrojnë janë përgjithsisht vizitorë nga vendet përreth shtetit tonë, edhe rajonit tonë, italian, francez, gjerman, një numër i rëndësishëm është edhe turistë aziatik, të cilët jo detyrimisht mund të përfshihen në turizmin kulturor. Bazuar në këto të dhëna, Haliti thotë se pritshmëria për numrin e turistëve këtë vit është e lartë. Jemi të bindur që viti aktual do të jetë edhe më i suksesshëm që viti i kaluar. Ne sigurisht jemi prezente, të përditshëm, masat tona organizative janë të tilla që mund të përballojmë fluksin gjithnjë në rritje të vizitorëve, që do të vazhdojnë të rriten. Gjithashtu, ne plotësojmë edhe një numër aktivitetesh që janë shumë interesante, jo vetëm për turizmin e huaj, por sidomos për turizmin patriotik që e quajmë ne kështu, për adëtarët, fëmijët, pjesët e kombit tonë. Përveç 3 muzeumeve në varësi të Bashkisë Shkodër, në këtë qytet ndodhet edhe Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, i cili është mjaft i frekuentuar nga turistët e huaj. Ndërkohë janë të shumta edhe objektet e trashëgimisë kulturore që vizitohen nga turistë të shumtë, duke dëshmuar kështu se Shkodra ka potencial të madh edhe për zhvillimin e turizmit historik dhe kulturor.